Një stuhi dimrore me përmasa historike ka përfshirë SBA-n duke shkaktuar ndërprerje të mëdha të trafikut, anulime fluturimesh në ndërprerjet e energjisë elektrike në pothuajse 2/3 të vendit. Temperatura ekstreme ka rënë deri në -31 gradë Celsius në disa zona, ndërsa qytete si New Yorku dhe pjesë të veriut të Pittsburghut kanë regjistruar rreshëbore që arritën deri në 50 cm. Përveç këtyre pengesave në lëvizje, stuhia ka marrë jetën e të paktën 30 personave. Viktimat përfshin të rinj që humbën jetën në aksidente meslita në Arkansas dhe Texas, 2 persona të shtypur nga bor pastrues në Massachusetts dhe Ohio, dhe një individ që u gjeti ngrirë në Kansas. Në New York, të paktën 8 persona u gjetën të vdekur jashtë, duke reflektuar rrezikun e madh që paraqet moti ekstrem për jetën e qytetarëve. Rreshtet e dendura të borës dhe akulli kanë shkaktuar ndërprerje masive transporti, mbyllje shkollash dhe anulime fluturimeve në të gjithë vendin, duke përfshirë zonat nga Arkansasi deri në England. Meteorologët paralajmërojnë se një stuhi tjetër dimrore mund të godasë bregun lindor këtë fundjavë, duke bërë që qytetarët të përgatiten për disa ditë të tjera sfiduese me temperaturat e ulta dhe kushtet ekstreme të motit.